Në fakt, çështjet e mashtrimit online kanë filluar të rriten shumë jashtëzakonisht në Kosovë, sidomos në fund gjatë festave të fundvitit dhe ngjarjeve të tjera, të cilat i prekin edhe më shumë qytetarët. Kryesisht kjo po ndodh duke i personalizuar kompanitë e mëdha nga mashtrues të ndryshëm, të cilët po shesin produkte në emër të tyre, dhe pastaj pjesa tjetër është mungesa e njohurive bazike nga qytetarët të ndryshëm dhe atraksioni me çmime të lira për produkte të ndryshme, po bie që këta të jenë pjesë apo viktime e një mashtrimi të tillë, duke shpenzuar para, ndoshta para të caktuara për produkte të cilat në moment që po sjellen apo në moment që po vinë ato produkte, po duket që janë produkte shumë të lira apo produkte të pa vlerë të madhe dhe të parëndësishme. Unë mendoj që kjo më shumë ka të bëjë me njohuritë e qytetarëve për produktet e tilla, me njohuritë e qytetarëve për komunikimin online, me njohuritë e qytetarëve për përdorimin e internetit të sigurt, që do të thotë se nganjëherë është edhe atraksioni në moment që shihet që është një produkt i lirë, atëherë vetvetiu është dëshira për ta blerë atë produkt, edhe pse ndoshta vetdia jote pak a shumë e kupton se ai produkt nuk mund të jetë me atë çmim, por dëshira për ta marrë atë produkt nganjëherë do të çon deri në një qenit viktime e tillë. Qytetarët duhet të kenë kujdes që çdo blerje online që bëjnë të verifikojnë faqen, të shohin ndoshta edhe përshtypjet e tjerëve për ato blerje, të sigurohen që ajo faqe është valide, në momente të caktuara të tentojnë të komunikojnë edhe përmes telefonit për ta verifikuar që faqja është legjitime, dhe pas këtyre hapave ata mund ta kenë një besim pak më të lartë se faqja është valide dhe ata mund t'i blejnë produktet e caktuara. Tash kemi ne edhe faktorë tjerë teknologjik, sikur që është edhe inteligjenca artificiale dhe shërbimet e tjera, të cilat në mënyrë automatike po ju mundsojnë këtyre kriminalëve kibernetik dhe mashtruesve të tjerë, të cilët të krijojnë faqe të tilla, të bëjnë viral dhe për shembull ndoshta nga një person i caktuar të krijojnë mbi 100 faqe dhe pastaj brenda këtyre 100 faqeve gjithsesi do thotë përmes teknikës phishing dikush nga qytetarët mund të jetë viktime e tillë. Mirë, po ata duhet të verifikojnë çdo faqe dhe duhet të sigurohen dhe ta kuptojnë se nëse një produkt i cili në treg mund të kushtoj 100 euro, nuk mund të blihet për 10 euro, sikur që proklamohet në këtë faqe. Metoda po teknologjia phishing ka të bëjë do thotë kur një moment apo një element, një email i caktuar i cili mund të dërgohet, kinse një email i vërtet për ta blerë një produkt të caktuar dhe i dërgohet me mira njerëzve dhe pastaj ai kriminali kibernetik apo mashtruesi pret në anën tjetër të sistemit që dikush prej tyre të bie viktime e saj. Do thotë një lloj peshkimi derisa dikush bie në grep të atij problemi.